teja ndër më të vështira, por që i fituat, triumfuat mbi çdo të keqe, mbi çdo forcë, mbi çdo armik të pluralizmit politik në Shqipëri dhe qëndroni sot si dëshmitar, si misionar të vendosur për të rikthyer në Shqipëri votën e lirë. Vlerat, familje, mos harroni se Parlamenti votoi me shpejtësi trufeshme narkoparlamenti. Ligjin George Soros, ligjin e shkatrimit të familjes, ligjin me të cilin ekstremistë të majtë të Shtetet Bashkuara në ndikimin direkt të George Sorosit ndërmoren, fushatën më të paimagjinueshme të ndryshimit të gjinisë. Ligjin me të cilin u vendos censura me rrep, ligjin me të cilin presidenti Donald Trump formuluan ndaj tij 35 akuza e gjobitën qindra milion euro. Atë ligj votoi parlamenti. Atë ligj shqiptarët s'do ta pranojnë kurrë, sepse ai ligj është përbërja familjes. Po u shpërbë familja, Shqipëria shpërbëhet, kombi shpërbëhet, zhduket, siç janë zhdukur kombet histori. Ndaj edhe ne sot këtu jemi, të betur, se atë ligj s'do e pranojmë kurrë, se familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i çdo shqiptari. Familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i kombit shqiptar dhe i Shqipërisë. Kjo familje, këtë komb e ka sjellë në ditën e sotme nga lashësia. Kjo familje, këtë familje, Edi Rama dhe Lubia kërkojnë ta shkatrojnë. Kjo familje do mbrohet me çdo çmim. Do mbrohet me çdo çmim, do mbrohet me çdo çmim. Të gjithë ju dhe ata të cilët nuk janë sot me ne për një arsye apo për një tjetër se s'kanë patur mundësi të vinë. E kemi për detyrë. Tulemi me çdo shqiptar. Tulemi sepse platforma parlamentare qytetare është platformë e qytetarëve shqiptar, demokrat pa parti, por dhe socialistëve që e duan familjen, që e duan Shqipërinë, që e duan vendin. Kjo platformë është platforma që duhet e një bashkimi më të madh se kur të shqiptarëve rreth vlerave më të shenjta të tyre, rreth votës së lirë, rreth familjes. Ndaj dhe nga kjo platformë që do vazhdoj gjersa Rama dhe Belinda të shporën nga i vend, do të shtrohet në uragan e fuqishëm, në uragan e shpresës, në uragan e besimit, në uragan e fitores. Rrofsh ju, rrofsh opozita, rrofsh Shqipëria. Faleminderit.
Nderuar qytetar, mirëmbrëma, të rinj, të reja, qytetar, demokrat, qëndrestar, që keni ardhur sot në këtë foltore të parë parlamentaro qytetare, e cila për 1 minutë do duhet marrë një shpjegim për gjithë ata që na ndjekin, që janë këtu, por ata që sonte në mbrëmje duke filluar nga orët e vonat natës, do të helmohen në mënyrë permanente nga mediat e regjimit për organizimin, për pjesëmarrjen, për njerëzit, për mesazhet e shumë çështje tjera. Arsyeja pse kjo foltore doja dali është se kemi 2 precedent. Mos harroni, foltoren e parë në shtator të vitit 2021 kur Shqipëria kërcënohej të liej pa opozitë. Ishte një foltore e parë e drejtuar nga doktor Berisha që riktheu shpresën në Partinë Demokratike dhe ja doli të shpëtoi opozitën vetëm brenda 3 muajsh. Ishte një foltore që nisi me 1/100 e njerëzve që janë sot prezent këtu dhe përfundoi në kuvendin kombëtar të rithemelimit të Partisë Demokratike në stadiumin kombëtar Air Albania, të mbushur si kurrë më parë, dhe ja doli t'i rikthejë shpresën qytetarëve dhe të mbajnë këmbë Partinë Demokratike. Ka një precedent të dytë, dashur miq. Në 14 maj të vitit 2023 u organizuan zgjedhjet më të pabarabarta që janë mbajtur ndonjëherë në Shqipëri, ku kandidatët e Partisë Demokratike garuan pa fonde, pa mbështetje, pa komisioner, pa gjysmën e numëruesve, pa minutazh mediatik, pa emrin e kryetarit tyre në fletën e votimit, dhe morën 500.000 vota. Dhe pak muaj më pas, nisi seria e denoncimeve të asaj që ishte kthyer Bashkia e Tiranës të 5D-s. I nisën protestat para Bashkisë Tiranë në prill të vitit 2024. Për 44 javë, në shi, në diell, më pak se 1/10 atyre që jemi sonte këtu, kemi protestuar, jemi anatemuar, jemi përbaltur, jemi goditur, na kanë quajtur të shitur, nuk kanë lënë gjë pa shpikur dhe janë të njëjtat media që sulmuan PD-n dhe herën e parë në 2021, e sulmuan prapë në 2023 dhe protesta jonë ja doli që për 11 muaj Erion Veliajn, kreun e PSD-s dhe pronarin faktik të insenatorit Tiranë ta përcillte në burgun e Durrësit. Ndaj kujdo që ka sot një pikpyetje, kujdo që mendon se kjo foltore nuk do t'ja arrijë qëllimit, i bëj me dije se përfundimi i këtij aksioni politik do t'jetë po një lloj. Belinda Balluku dhe Edi Rama do të shkojnë ke miku i tyre Erion Veliaj, sepse ne këtë protest nuk do ta ndalim, sepse në këtë foltore do dalin të gjitha ato të vërteta, të cilat në 2 muaj me radhë në parlament na janë mohuar. Na janë mohuar interpelancat, është mohuar mocioni me debat dhe për çfarë do thoni ju? Për mungesën e ilaçeve ke onkologjiku. Janë mohuar komisionet hetimore. I është mohuar e drejta për të folur deputetëve të opozitës. Është vendosur një rekord i paprecedent, ku është përjashtuar kreu i Partisë Demokratike, doktor Berisha, për një deklaratë të dhënë jashtë ambientit parlamentit. Dhe askush nuk ka folur, as nga ndërkombëtarët dhe as nga këto mediat që çdo natë na tregojnë se qeverisë keq PD-ja, se vjedh shumë Edi Rama ka 12 vite. Ndaj dashur miq, unë në radh parë falenderoj çdo që ka ardhur sot në këtë protestë, të thritur në kohë rekord. Dhe ju japim fjalën që një lloj, siç nuk jemi të rrequr në kauzën e Bashkisë Tiranë, një lloj si faktuam para çdo qytetari Tiranës, atë çka kishim vite që e denonconim. Atë çka e denonconim në media dhe na quanin gënjeshtar, na padisnin në përgjykata për shpifje, na linçonin çdo ditë në media, sërish me këtë aksion ne do të faktojmë jo vetëm vjedhjen monstruoze në tunelin e Palloshit të Belinda Ballukut dhe Palloshit Edi Rama, por do të faktojmë vjedhjen e përditshme dhe permanente që i bëhet çdo qytetari shqiptar. Do të faktojmë dhe diçka tjetër. Dua t'u azoj një status të një gazetari nderuar, Basir Çollakut, i cili mjeshtërisht ditën e djeshme ka thënë shqip
atë që ka thonë mediat më të mëdha botërore sot për kreun e narkoshtetit të parë të Europës, Edi Ramën. Edi Rama para pak ditësh u shpreh se Shqipëria sot ka njohur stadin më të lartë të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe me ndërkombëtarët. E ndërkohë për t'ia kujtuar Edi Ramës dhe të gjithëve që paguan ai në media, analist, kudo që linçojnë dhe problemin e kërkojnë vetëm kjo opozita, mjafton t'i themi se mediat ndërkombëtare më prestigjioze si Arte, Blast, Bloomberg, Domani, El País, El Mundo, Follow the Money, Huffington Post, Infobay, Inside Over, Inside Crime, Irpi Media, La Press, La Vie Libera, Milano Today, Nova Radio, New York Times, Osservatorio Balkani, Radio France, International, Rai 3, The Sun, Politico, Washington Examiner dhe Washington Post e pasqyrojnë Shqipërinë si narkoshtetin e parë të Europës. Të dashur demokrat qëndrestar, i keni dhënë provat se jeni idealistët e fundit mbetur në këtë vend, po i keni dhënë provat se shpëtuat një herë opozitën dhe bashk do shpëtojmë Shqipërinë nga kjo e keqe e madhe që quhet Edi Rama dhe Belinda Balluku. Ndaj unë juftoj çdo javë të vim së bashku këtu për të thënë vërtetat e mëdha që nuk kanë kurajo, as njerëzit e kapur, as politikanët e kapur, as mediat e kapura. Faleminderit gjithëve dhe do shihemi në protestën e radhës. Fitore, fitore, fitore! Të dashur qytetar, dua ta nis këtë fjalë dhe me një falënderim të sinqert Të dashur qytetar, dua ta nis këtë fjalë me një falënderim të sinqert për secilin për jush që jeni sot këtu. Për secilin demokrat që ka qëndruar dhe vazhdon të qëndrojë në këto vitet e vështira në opozit. Për secilin qytetar që nuk heshti, edhe kur pushteti përdori çdo mjet për t'ju mbyllur gojen. Ju nuk u nënshtruat, ju nuk u larguat, ju nuk heshtet. Dhe kjo, zonja e zotri, është forca e vërtetë e demokratëve, qëndresa. Por le t'jemi të sinqert, shpesh fjalët tona në këtë podium duken si retorik politike, si fjalë që vinë e ikin. Shpesh fjalë, por jeta e shqiptarëve nuk është retorik, ajo është realitet. Përditshmëria është e ashpër, varfëria është rritur dhe shpresa është e lodhur. Qytetarët tanë po shtyhen çdo ditë më shumë drejt varfërisë. Hapësirat e lirisë po ngushtohen. Të rit po ikin, të moshuarit po harrohen, nënat po sakrifikojnë. Familjet me zi po mbjetojnë dhe pikërisht këtu, zonja dhe zotri, na dalin përpara shembulli i gjallë i kësaj padrejtësie. Minatorët e minierës së Spaqit në Mirdit, këta burrat të ndershëm fisnik që protestojnë për dinjitetin të mohuar, janë simboli i sakrificës shqiptare. Ata nuk kërkojnë lëmosh, por ata kërkojnë drejtësi. Dhe kur një shtet i kthen shpinën atyre që kanë sakrifikuar çdo ditë në thellësinë e tokës, atyre që kanë mbajtur mbi supe pasuritë e këtij vendi, atëherë ky nuk është më shteti i qytetarëve, por shteti i pushtetarëve. Zëri i Spaqit sot është zëri i çdo shqiptari që kërkon respekt dhe trajtim të barabartë. Unë nuk jam ekonomiste në profesion, por kjo nuk më pengon të kuptoj se çfarë do të thotë propaganda dhe çfarë do të thotë realiteti. Sepse shqiptari zgjohet çdo ditë me realitetin që propaganda mundohet ta fshë. Secili prej jush sot këtu, por dhe çdo qytetar, është njohur ditët e fundit me retorikën e mazhorancës për buxhetin. Buxheti më i madh në histori, suksesi reformave dhe ku diun çfarë tjetër. Por askush nuk mund të thotë se çfarë përfitojnë qytetarët. A ka rritje pagash? Jo, nuk ka. A ka rritje pensionesh? Po ka, por me shifra tallëse dhe fyese. A dini ju sa i rritet pensioni një pensionisti në fshat? Vetëm 200 lekë të vjetra në ditë. Dhe kjo është më shumë se fyese, kjo është poshtrim. Sot në kuvend u diskutuar propozimi i Partisë Demokratike për vendosjen e minimumit jetik. Dhe mazhoranca jo vetëm nuk e pranoi, por refuzoi të debatojnë mbi të. Ne kemi propozuar minimumin jetik 200 euro në muaj, poshtë të cilit askush nuk mundet dhe nuk duhet jetoj.
Por mazhoranca thot se ka në buxhetin e vet 1.8 miliard euro për familjet nevojë dhe kjo shifër përkthehet vetëm 36.000 lekë të vjetra në muaj. Pra ne themi minimalisht 200 euro në muaj, mazhoranca thot 36.000 lekë të vjetra në muaj. Ja ku është dallimi, ja ku ndahet e drejta pa drejta. Ja ku ndahet qeverisja për njerëzit nga qeverisja për xhepat e pushtetarëve. Dhe kjo është pasqyra, ky është realiteti, se çfarë përfaqëson Partia Demokratike dhe çfarë përfaqëson Partia Socialiste. Në shifra është buxheti më i madh, por ato shifra nuk vijnë tek ju, shkojnë tek xhepat e pushtetarëve. 50 milion euro vodhi Belinda Balluku vetëm me një firmë në tunelin e Llogaras. 80 milion euro me 2 tecet lundruese. 180 milion euro me tendrin e shitblerjes së energjisë. Po këto nuk janë thjesht shifra, këto janë jetë të marra qytetarëve. Këto janë ardhme e vjedhur e fëmijëve tanë, këto janë mundësi të shkatruara, prandaj protesta ka vlerë, fjala ka vlerë dhe bashkimi ka vlerë dhe kjo foltore këtu mund të kthehet në shpresë, sepse nuk jemi këtu për të bërë thjesht politik. Jemi këtu të protestojmë për Shqipërinë që meriton të jetojë dhe jo të mbijetojë. Jemi këtu për të krijuar një kontratë të re me popullin shqiptar, një kontratë besimi, një kontratë shpresë, një kontratë dinjiteti. Dhe vetëm në këtë mënyrë mund të fillojmë të shërojmë Shqipërinë. Secili prej nesh ka ndruar dhe ndron të jetojë një Shqipëri ndryshe. Dhe kemi një ëndër që një ditë në këtë vend askush të mos zgjohet me frikën e barbarisë. Që asnjë nën të mos pyes veten nëse arrin t'ju sheh fëmijët e vet deri në fund të muajit. Që asnjëri të mos e shoh rrugën e aeroportit si të vetmin shans për të mbijetuar. Të gjithë ndrojmë një ditë që Shqipëria të mos jetë një vend prej të cilit njerëzit ikin, por në të cilin kthehen. Një vend ku dinjiteti i njerëzve të zakonshëm nuk përdoret, por nderohet. Dhe kjo ëndër është ëndra çdo nëne që mbron fëmijët e saj, e çdo të riu që kërkon të ardhme, e çdo punëtori që lufton çdo ditë për bukën e përditshme, e çdo shqiptari që refuzon të jetë i përkulur para një regjimi të korruptuar. Dhe unë besoj se nëse qëndrojmë të bashkuar, kjo ëndër do të bëhet realitet. Sepse historinë nuk e ka shkruar kurrë Errësira, por kurajoja. Dhe sot kurajoja jemi ne, qytetarët e lirë të këtij vendi. Faleminderit. Mirëmbrëma Shqipëria. Mirëmbrëma Shqipëria. Mirëmbrëma Tirana. Mirëmbrëma dhe lezhja ime, si përfaqësuese e diasporës nga Roma. E kam detyrim moral, e kam detyrim të zërit të shumë demokratëve në Romë, në Itali, në mbar botën, sepse du t'i bashkohemi thirrjes që drejtoi doktor Berisha, por jo vetëm, thirrjes dhe nevojës që ka Shqipëria sot për bijtë e saj në diasporë. Ne bashkë ja dalim, ne bashkë arrijmë